Sot kam nderin e kënaqësinë të ftoj të kem ftuar në studio deputeten e re të Partisë Socialiste, Sara Milën, një nga deputetet më të votuara në zgjedhjet e kaluara, një nga dy deputetet më të votuara të Partisë Socialiste dhe në TRS, në qarkun e Elbasanit, njëkohësisht një nga deputetet aktive në Parlamentin e Shqipërisë, si anëtar e Komisionit për Politikë të Jashtme dhe Integrim Evropian, që ishte ndër tjera dhe iniciatore e rezolutës fundit për Bashkimin Evropian, dhe gjithashtu anëtare e grupit iniciator për iniciativën e Europës Juglindore dhe iniciativën e Europës Qendrore si përfaqësuese e Parlamentit të Shqipërisë në këto dy forume të rëndësishme ndërkombëtare. Mirë se vini Sara në emisionin për shtjellim. Mirë se gjej profesor, do më lejosh të thras profesor për gjatë gjithë kësaj interviste. Dua në fakt të bëj një falënderim publik, dikur kemi ndar klasat bashk, keni qenë një shkollë brenda shkollës për mua dhe kam dhe pak emocione sot që ndodhemi në këtë pozicion të ri, megjithatë dua që të jem mirënjohës se sot dhe gjithmonë për gjithë kontributin dhe mendoj që një nga arsyet që më ka bërë të shkoj dhe drejt politikës kanë qenë klasat me ju, kështu që kjo vlen për të thënë dhe nuk dua që të ma presësh nga Shumë faleminderit Sara, ka qenë shumë kënaqësi, domethënë, dhe fakti që ti ke studiuar në fakt shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare, keni bërë një master të marrëdhënie ndërkombëtare, pra jeni fiks në fushën tuaj të lojës, dhe parlamenti është pikërisht forumi më i lartë ku idetë shpalosen, idetë politike dhe natyrisht mbrohen kur është e nevojshme. Duke qenë se shkruaj fjala e ditës, integrimi europian, lajmi i mirë, besoj i bari, pra kalimi i klasës, konferencë e tretë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, a është ky fillimi i fundit në një farë mënyrë dhe premtimi elektoral i realizuar ose i premtuar që deri në 2030 në Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian? Patjetër që është një proces dhe në fakt ne kemi dashur edhe ta shohim dhe të punojmë duke e konsideruar të tillë, një proces dhe jo një pikë finale thjesht për të arritur për shkak të një premtimi elektoral dhe të mbesi gjithçka aty, sepse patjetër jemi shumë koshient sot, ju e thatë mirë, sidomos unë që dhe e njoh se kam studiuar, e di fare mirë se Bashkimi Evropian nuk është thjesht një stacion i fundit. Edhe me antarësimin atje nis sërish një kalvar i gjatë për të arritur standardet edhe për të mbajtur ato kritere dhe ato kushte të cilat patjetër në letër një vend antar mundet i ketë realizuar më parë. Ne sot jemi në fazën ku Shqipëria po bën shumë mirë detyrat e shtëpisë, kryesisht në letër, dhe tani ne kemi përpara vetes një sfidë të jashtëzakonshme për atë të praktikës. Dhe ku e dim që shumë vende anëtare në fakt për mos thënë që kanë pasur defektet e tyre, kanë pasur ngadalësimet e tyre, duke njohur edhe realitetin, mentalitetin dhe klimën në Shqipëri, patjetër që na bën të jemi edhe më vigjilent, të punojmë edhe më fort, sidomos në këtë aspekt. Kalimi i barit më shumë se sa një çelje dhe po themi një çelje fazës së fundit të negociatave ishte një çlirim i madh. Duhet thënë kjo sepse skepticizmi u ngrit pas një tymnaje të madhe. Thashë themer se diku kishte ngecur procesi, vende anëtare të caktuara të Bashkimit Evropian, cilët do duhet ta kalonin i barin për Shqipërinë, donin të merrnin kohën e vet në një afat të pacaktuar. Ndaj patjetër krijoi edhe një lloj efekti negativ edhe tek njerëzit. Unë arrija ta ndjeja edhe në takimet e mia të përditshme. Duhet të jemi shumë koshient që në Shqipëri çdo kush flet për Bashkimin Evropian, çdo kush po e pret Bashkimin Evropian dhe njerëzit janë të angazhuar për këtë, të paktën në diskursin e tyre. Se pastaj se sa të gjithë janë koshient për çfarë bëhet fjalë dhe se si do duhet që të sillen, jo vetëm si qytetarët e Europës, por në aspektin e detyrave të lëna në këtë aspekt, kjo pastaj lë shumë vend për diskutim. Përfitimet është diçka mendoj që ka shumë interes për publikun. Por patjetër që është lajm i mirë, pjesë e procesit, sigurisht, as nuk jemi për të ngritur shumë flamur fitoreje, sepse pa diskutim kjo është një sukses i Shqipërisë, edhe jo një parti të caktuar. Është një sukses i gjithëve nga pak, kanë bërë gjithë pjesë tek ai mozaiku, por pa diskutim do duhet që rezultati të jetë edhe më i mirë. Edhe Bashkimi Evropian e tha, ne presim shumë më shumë punë. Edhe pikërisht aty është pyetja ime e radhës, pra patëm dy sinjale. Nuk po i referojmë këtu vetëm deklarës së dy ambasadorëve holandez dhe gjerman, pikërisht në ditën ditë, duke vënë theksin pikërisht te kapitulli 23 dhe 24, që janë kapitull kritik të parë që hapin të fundit që përmbyllen, pra drejtësia, siguria themelore, drejta themelore të njeriut e tjera me radhë.